Hatrohen veteranët e OÇK-s me kurtin, rritje pagash e pensionesh për të gjitha kategoritë. Ne u harruam. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, OVL-OÇK-s, ka reaguar pas deklarimeve të kryeministit në detyrë Albin Kurti, i cili në mbledhjen e sotme të qeverisë ka folur për rritjet e pagave dhe pensioneve, pa përmendur pensionet e veteranëve të luftës. Në një kohë kur vendi po shkon drejt zgjedhjeve, qeveria në detyrë po mundohet të krijojë përshtypje mashtruese me premtime për rritje që nuk mund të realizohen pa buxhet të miratuar nga kuvendi, por edhe në këtë tentativë për mashtrim të qytetarëve, ku përmenden të gjitha kategoritë e shoqërore, veteranët e luftës së OÇK-s u anashkaluan sërish qëllimisht, thuhet mes tjerash në reagimin e OVL-s së OÇK-s.